Mbeturinat vërshojnë rrugët, piromanët madje djegin mbeturinat edhe jashtë kontejnerëve. Ekipet policore kanë blokuar sot Haraçinën, është arrestuar 40 vjeçari i dënuar për zhvatje dhe dhunë. Të punësuarit në kulturë mbesin me xhepa të zbrazur për festën e Pashkëve. Ministria njoftoi se pagat do t'i marrin javën e ardhshme. Prokuroria kërkon ashpërsimin e masave ndaj 2 ish drejtorëve në Koçan. Të nderuar shikues, përshëndetje. Ndërsa temperaturat kanë nisur të rriten, qytetarët po vazhdojnë të përballen me një problem të kahershëm, mbeturinat. Në pikat e kontejnerëve, gjithandej në komunën e Çajirit shihen mbeturinat e hedhura jashtë kontejnerëve, ndërsa ka një hedhje faj të institucioneve për njëra tjetrën, megjithatë fajtor kryesor për këto pamje të shëmtuara konsiderohen qytetarët e papërgjegjshëm. Pamja që shihni prapa meje është pamja me të cilën banorët e kësaj zone këtu në Çajir përballen për çdo ditë. Televizioni Shenja ka dalë për të parë se si është gjendja në pjesët e tjera të Çajirit. Për këtë problem kemi kërkuar përgjigje nga higjiena komunale, po edhe nga komuna e Çajirit. Edhe pse një pjesë e madhe e kontejnerëve mbetën të boshadisur, pjesa më e madhe e mbeturinave kanë bllokuar trotuarët dhe përveç erës së keqe, pengojnë edhe lëvizjen e lirë të qytetarëve. Por kjo gjendje nuk zgjati shumë, sepse vetëm disa orë pasi TV Shenja vizitoi këtë pikë, e njëjta ndryshoi, pasi dikush u kujdes që ata t'i bëjë rrafsh me tokën, duke u avën flakën. Një qytetar i cili foli për televizionin Shenja tha se kjo tregon mungesën e kulturës së qytetarëve. Sipas vetë qytetarit, inspektimet në këtë pjesë të qytetit duhet të jenë më të shpeshta, shton se duhet të vendosen edhe kamera që më pas të dënohen qytetarët të cilët mbeturinat i hedhin jashtë kontejnerave. Mnogo golemo je. Të të them të drejtën, kjo është gjë që nuk shihet askundi. Lagja është rritur shumë, me që vetë shohim kësi pamje, nënkuptohet që kjo nuk është gjë e mirë, kjo nuk është mirë për qytetarët, po pastaj edhe për qytetin. Duhet të ketë kontrolle të shtuara, intenzive, gjendja e tillë është gjithandej. Shoh edhe disa kontinjerë të zbrazur dhe normalisht ata mbeturina duhet të hidhen atje ku e kanë vendin, të ketë kontrolle. Nëse njëri kapet edhe dënohet, të tjerët do të mësohen pastaj dhe do ta dinë se kjo nuk është punë e mirë. Duhet të vendosen edhe kamera, duhet njerëzit edhe të fotografohen edhe të dënohen. Situatë e njëjtë është edhe përballë ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për më tepër, në këtë pjesë të Çajirit nuk ka të vendosur fare kontejner dhe mbeturinat janë hedhur gjithandej. Problemi me mbeturinat në Çajir nuk është i ri, për më tepër ky problem shpeshherë është bërë si shkas i përplasjeve në distancë mes institucioneve, të cilët nuk duan të marrin përgjegjësinë. Ka pasur raste kur kreu i komunës së Çajirit Visarganiu ka akuzuar në mënyrë direkte ish drejtorin e higjienës komunale për neglizhencë. Megjithatë, televizioni Shenja nuk mori as sot përgjigje as nga komuna e Çajirit, po as nga higjiena komunale, se pse kjo pjesë e qytetit është katandisur në këtë situatë me mbeturinat. Përndryshe për këtë problematik, televizioni Shenja përmes rrjeteve sociale kishte raportuar edhe ditë më herët, pas çka e njëjta u pastrua. Megjithatë, me të kaluar 24 orë, vendi është rikthyer në situatën e njëjtë. Veturat e shumta policore mëngjesin e sotëm në Haraçin kishin në cak arrestimin e një personi i cili kërkohej me fletarrest qendror për vuajtjen e burgut për 2 veprat kryera penale. 40 vjeçari me inicialet AB u kap pasi duhet të kryej dënimin për veprat zhvatje dhe dhunë. Mëngjesin e sotëm Haraçina u vërshua nga forcat të shumta policore me automjete të rënda, të cilët ishin pozicionuar në vende strategjike. Më vonë, policia bëri të ditur se caki tyre mëngjesin e sotëm në Haraçin ka qenë një person i cili kërkohej me fletarrest qendror. Sipas njoftimit të Ministrisë së Brendshme, bëhet fjalë për 40 vjeçarin me iniciale AB, i cili duhet të vuajë dënim për 2 vepra të kryera penale.
Sot rreth orës 8:30 në fshatin Haraqin, pas ndërmarrjes së masave operative taktike, zyrtarët policor e kanë privuar nga liria AB 40 vjeçar nga Shkupi. Personi është kërkuar me flet arrest qendror në bazë të urdhrit të gjykatës themelore Shkup për vuajtjen e masës me burg prej 3 vitesh për veprën e kryer penale zhvatje dhe 1 vjet e gjysmë për veprën penale dhunë. I njëjti, siç ka njoftuar më tej nga MPB, është dorëzuar në institucionin dëshkues përmirësues Idrizov për vuajtjen e dënimit. MPB bën të ditur se ka zhvilluar edhe një sër aksionesh tjera për armbajtje pa leje për prodhim dhe tregtim të lëndave narkotike, si dhe ishin marrë disa automjete të cilat ishin përdorur për gara ilegale në Kumanov. Sindikalistët janë ankuar se punonjësit në sektorin e kulturës për festat e pashkëve kanë betur me xhepa të zbrazur. LSDM-ja ka mbështetur këtë qëndrim duke akuzuar qeverisjen aktuale të VMRO-DPMN-s se punëtorët nuk kanë qetësi dhe rehati as në ditë festash. Ndërkohë, ka reaguar Ministria e Kulturës dhe Turizmit, e cila bën me dije se punonjësit në institucionet kulturore do t'i marrin pagat me rritjen e nevojshme në 2 ditët e para të punës të javës së ardhshme. Sindikatët e punësuarve në Ministrinë e Kulturës ka reaguar duke thënë se punonjësit në këtë ministri për festat e pashkave kanë mbetur me xhepa të zbrazur. Sindikata kujton se çdo muaj mars nga viti 2021 e në vazhdim, kur rregullohet paga minimale dhe kur pagat në kulturë duhet të harmonizohen me pagën minimale, sipas marrëveshjes kolektive, edhe këtë vit punëtorët e kulturës po përballen me probleme, ndërsa shtojnë se këtë herë edhe pa pagë. Çdo muaj mars nga viti 2021 në vazhdim, kur rregullohet paga minimale dhe kur pagat në kulturë duhet të harmonizohen me pagën minimale sipas marrëveshjes kolektive. Edhe këtë vit punëtorët e kulturës po përballen me probleme. Kësaj radhe dhe pa pagë për shtetin dhe institucionet është e diskutueshme ose për afrimi me pagën minimale sipas kodit kulturor ose 10% sipas marrëveshjes së përgjithshme kolektive, të dhënë 2 vjet më parë për të gjithë sektorin publik pa përjashtim. Ndërkaq, në të njëjtën vit qëndrojnë edhe nga partia opozitare maqedonase LSDM. Nënkryetaria Kristina Kostova thotë se me qeverisjen aktuale të DPMN-s, punëtorët nuk kanë qetësi e rehati as në ditë festash. Ose ligjet nuk vlen për qeverinë e Mickoskit ose nuk i interesojnë fare punëtorët. Fytyra e vërtetë e qeverisë DPMN është mos interesim total për qytetarët. Paga nuk është problem, është një drejt bazë ligjore e garantuar e çdo punëtori. Kemi ardhur në atë pikë ku në Maqedoni nuk flitet më për zhvillim ekonomik, por nëse qeveria mund të përmbushë obligimin ligjor, pagesën e pagës së fituar. Fytyra e vërtetë e qeverisë DPMN është mos interesimi total për qytetarët. Punonjësit e sektorit publik, shton Kostova, meritojnë të dinë të vërtetën, sepse nuk u janë paguar pagat dhe ajo pyet se kush do të mbajë përgjegjësi për këtë. Nga opozitari LSDM vlerësojnë se standardi i jetesës është në fund, ndërsa çmimet dhe faturat janë vazhdimisht në rritje. Bashkimi Demokratik për Integrim pretendon se programi i ri i Byros për zhvillim të arsimit i injoron plotësisht shqiptarët, kulturën, historinë dhe kontributin e tyre në shtetin tonë përbashkët. Nga opozita u kanë bërë thirrje autoriteteve përgjegjëse që të tërheqin këtë program të njëanshëm dhe të rikthejnë një qasje gjithëpërfshirëse që sipas tyre reflekton realitetin shoqëror dhe historik të Maqedonisë Veriut. Mungon çdo përmendje për shqiptarët dhe për rolin e tyre në zhvillimet historike, kulturore dhe shoqërore të këtij shteti. Ky nuk është një ndryshim teknik, është një mesazh politik për të krijuar një histori ku shqiptarët nuk ekzistojnë. Është përjashtimi i qëllimshëm nga rrëfimi i përbashkët dhe një përpjekje për të ndryshuar mënyrën se si brezat e ri do ta kuptojnë këtë vend dhe ata që jetojnë në të. Historia dhe shoqëria nuk mund të mësohen duke injoruar njërin nga popujt kryesor të shtetit. Programi i ri jo vetëm që u mohon nxënësve shqiptar të drejtën për të parë veten në librat shkollor, por dëmton vetë përpjekjet për bashkëjetesë, barazi dhe respekt të ndërsjell, thonë nga BDI. Prokuroria e Koçanit kërkon që 2 të dyshuarve ish-drejtorëve të Inspektoratit Shtetëror të Tregut masa arresti shtëpiak të ju zëvendësohet me paraburgim shtëpiak. Po ashtu propozon masa kujdesi për njërin prej personave që deri tani ka qenë duke u mjekuar.
Prokuroria e Koçanit kërkon paraburgim për 2 ish-drejtorët e Inspektoratit Shtetëror të Tregut, respektivisht që masa e arrestit shtëpiake caktuar në bazë të hetimeve për tragjedinë në Koçan të zëvendësohet me paraburgim. Arsyetimi i prokurorisë për këtë masë, siç njoftojnë, është në bazë të vlerësimit të bazave ligjore për sigurinë dhe fazën e verifikimit në lidhje me këtë institucion, po ashtu kërkohet mas kujdesi edhe për një person i cili deri tani ka qenë në mjekim. Për herë të parë që nga kjo ngjarje është kërkuar mas kujdesi edhe për një person tjetër nga grupi i parë i të dyshuarve, i cili deri më tani ishte në kurim. Bëhet fjalë për një person nga diskoteka dhe masat janë propozuar në përputhje me gjendjen aktuale shëndetësore dhe nevojën për trajtim të mëtejshëm. Në zjarrin që ndodhi më 16 mars në diskotekën Puls në Koçan, jetën e humbën 59 persona, ndërsa më vonë kanë ndërruar jetë edhe 3 të lënduar. Nga zjarri mbetën 196 të lënduar që u trajtuan brenda dhe jashtë vendit. Prokuroria në Koçan dhe Prokuroria për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit ka identifikuar si të dyshuar 45 persona fizik dhe 3 persona juridik për krime të rënda kundër sigurisë publike. Njëri prej tyre ka ndërruar jetë si pasojë plagëve të marra nga zjarri. Ministria e Punëve të Brendshme ka ngritur kallëzime penale kundër tyre, shumica prej të cilëve ndodhen në paraburgim. Midis tyre është edhe zyrtari i BDI-s Kreshnik Bekteshi. Ndaj këtij të fundit janë saktuar edhe 30 ditë tjera paraburgim. Sektori i punëve të brendshme Shtyp ka dorëzuar kallëzim penal kundër ish-kryetarit komunës Lozovës Aco Velkovski dhe 2 personave tjerë nga Shkupi pas dyshimeve të bazuara për kryerjen e veprës penale, keqpërdorimi i detyrës dhe kompetencave zyrtare. Siç njoftuan nga Ministria e Brendshme, në vitin 2018 derisa ka qenë kryetar komune, i ka mundsuar një person juridik nga fshati Studeniçan që të përfitojë 205.800 denar dhe më atë shumë ka dëmtuar buxhetin e kësaj komune. Libri i ndërtimit dhe editari i ndërtimit janë firmosur nga i pandehuri i dytë dhe i tretë LL, të cilët kanë qenë autoritete mbikëqyrëse të ndërtimit. I raportuari AV, ndonë se dinte se shuma që do të inkasohi nuk ishte e vërtet, ka lejuar që të paguhen 205.800 denar më shumë se sa janë bërë realisht, thanë nga Ministria e Punëve të Brendshme. Sot ka hyrë në fuqi vendimi qeveritar që obligon marketet që të publikojnë çmimet në webfaqet e tyre. Në webfaqet e disa marketeve nga mëngjesi sotëm qëndrojnë të publikuar çmimet e tyre, ndërkaq webfaqet e disa të tjerave akoma jo. Lidhur me këtë ditën e djeshme nga Oda Ekonomike dhe tregtarëve me pakicë kërkuan shtyrje të afatit kohor. Nga dita e sotme, marketet duhet t'i publikojnë çmimet e produkteve që shesin në webfaqet e tyre online. Kjo parashikohet me ndryshimet ligjore dhe rregullorën e përgatitur nga Ministria e Ekonomisë dhe Punës për shitësit e vegjël, të mesëm dhe të mëdhenj që merren me tregtime pakicë, në përputhje me klasifikimin nacional të veprimtarive, ku thuhet se të gjithë tregtarët kanë për detyrë të publikojnë çdo ditë në faqen e tyre të internetit çmimet e mallrave që vendosin në treg në mënyrë të qartë. Në webfaqet e disa marketeve nga mëngjesi i sotëm qëndrojnë të publikuara çmimet e tyre, ndërkaq në webfaqet e disa të tjerëve akoma jo. Lidhur me këtë, ditën e djeshme nga Oda Ekonomike e Tregtarëve me pakicë kërkuan shtyerje të afatit kohor, pasi siç thanë ata, tregtarët përballen me sfida të ndryshme në procesin e transformimit digjital. Duke marrë parasysh rrethanat dhe sfidat aktuale me të cilat përballen anëtarët tanë në procesin e transformimit digjital, i dërgojmë një kërkesë zyrtare Ministrisë së Ekonomisë për shtyrjen e afatit për krijimin e faqes së internetit për personat juridike që i nënshtron këtij detyrimi. Të mërkurën, Ministri i Ekonomisë Besar Durmishi njoftoi se çdo tregtar me mbi 10 të punësuar do të jetë i detyruar të publikojë online çmimet e produkteve që shet, nga ushqimet deri te produkte teknike. Ai sqaroi se këtu përfshihen edhe markete që shesin produkte ushqimore bazë, fruta dhe perime dhe tregtare që shesin mjete për higjienë. Tregtarët me pakicë të teknikës së bardhë, lodrave, produkteve teknike, materialeve ndërtimore, veglave dhe aparateve elektrike.
Edhe sot ka pasur përplasje verbale ndërmjet përfaqësuesve të partnerëve të mbetur në Vlenë dhe përkrahësve të Arben Taravarit. Ria Shaqiri, deputeti i Aleancës për Shqiptarët Krahujt Taravarit, duke ndjekur këtë parim, Aleanca për Shqiptarët propozon një qasje të re të hapur dhe demokratike. Imërlie Saliu nga Alternativa ka theksuar se Vleni është një vizion kolektiv që ka marrë legitimitetin nga qytetari. Vazhdojnë përplasjet mes partive politike që dikur përbënin koalicionin Vlenë. Ria Shaqiri, deputeti i Aleancës për Shqiptarët Krahujt Taravarit, ka dalë në mbështetje të vendimit që mori kryesia për të shkuar me lista të ndara në zgjedhje lokale. Sipas Shaqirit, duke ndjekur këtë parim, Aleanca për Shqiptarët propozon një qasje të re të hapur dhe demokratike, lista të veçanta që secila parti të ketë hapësirën e vet për t'u prezantuar para qytetarëve. Shaqiri ka thënë se Vlenë është dashur të dëgjojë propozimin e Taravarit dhe së bashku të angazhoheshin për të zgjedhur kandidatët më të mirë të përbashkët për kryetar komunash. Ky model nuk përjashton bashkëpunimin, përkundrazi, e bën atë më të drejtë, më të sinqertë dhe më të dobishëm për qytetarët. Aleanca nuk kërkon ndarje, por barazi dhe respekt. Dhe nëse këto vlera nuk gjejnë vend në një marrëveshje të përbashkët, atëherë jemi të detyruar të ecim të vetëm, por me kokën lart edhe me qytetarët përballë. Ne nuk konkurrojmë për të mposhtur partnerët, por për të fituar besimin e njerëzve. Egoja ndan, ndërsa e vërteta bashkon. Aleanca për Shqiptarët është gjetë të qëndrojë në anën e së vërtetës dhe siç thot një fjali e urtë, kush nuk ka çka të fsheh, nuk friksohet nga drita. Ne do të ecim në dritë, jo për të treguar superioritet, por për të dëshmuar sinqeritet. Me reagim ka dalë edhe deputetja Imërlie Saliu nga Alternativa, parti kjo që vazhdon të jetë pjesë e koalicionit Vlenë. Sipas Saliut, Vlenë është vizion kolektiv që ka marrë legitimitetin nga qytetarët. Saliu shton se Vlenë mbetet fryma e ndryshimit. Jemi të përkushtuar të ruajmë thelbin e këtij besimi dhe të punojmë me integritet për ta kthyer atë në veprim politik konkret. Në këtë moment sfidues, ju siguroj se nuk do të lejojmë që shpresa që ngjallëm të zëvendësohet nga zhgënjimi. Vlenë do të jetë gjithmonë zëri i atyre që duan, përfaqësim dinjitos dhe një të ardhme të drejtë për të gjithë qytetarët. Deputetë e koalicionit Vlenë kanë reaguar në vazhdimsi. Ata thonë se ende nuk ka vendim për ndarjen e grupit parlamentar të Vlenë. Nga ana tjetër, tashmë është e qartë se ASH-ja e Taravarit dhe partitë e koalicionit kanë ndarë rrugët dhe se në zgjedhje ASH-ja do të dele vetme, ndërsa 3 partitë e tjera që përbëjnë koalicionin Vlenë do të dalin me lista të përbashkëta. VMRO DPM-ja ka akuzuar krerët e LSDM-s se janë bërë mbretër të luksit në Dubai. Me ditë të tëra, LSDM dhe lideri Venko Filipçe po refuzojnë që të përgjigjen për dyshimet se posedojnë vizë të ardhme në Dubai. Ata i drejtojnë LSDM-s duke thënë se pasi Zaevi po ndërton aty një pallat të lartë, sa milion euro ka transferuar Filipçe në Dubai për të marrë një dokument të tillë. Partia në pushtet VMRO DPM përmes një komunikate thonë se me ditë të tëra, LSDM dhe lideri Venko Filipçe po refuzojnë që të përgjigjen për dyshimet se posedojnë vizë të artë për në Dubai. Ata i drejtohen LSDM-s duke thënë se pasi Zaev po ndërton aty një pallat të lartë, sa milion euro ka transferuar Filipçe në Dubai për të marrë një dokument të tillë. Meqense siç thanë ata, dihet publikisht se marrja e vizës së artë përfshin investime prej disa milion eurosh. LSDM-ja dhe lideri Venko Filipçe me ditë të tëra refuzojnë të përgjigjen për dyshimet se posedojnë vizë të artë për Dubajin, kur i kemi pyetur së fundmi nëse në shembullin e Zoran Zaevit dhe kujdestarit të karrikes presidenciale të tij, Filipçe ka investuar miliona euro për të marrë një dokument ekskluziv që garanton privilegjet e qëndrimit dhe biznesit, nuk ka pasur përgjigje. Tutje, ata thonë se duke pasur parasysh se Filipçe ka qenë ministër i shëndetësisë gjatë krizës më të madhe globale, pandemisë së Covidit, VMRO ngre dyshime se a ka nxjerrë ai përfitime personale financiare nga kriza dhe a ka marrë një vizë të artë përmes fondeve të marra gjatë asaj periudhe. Ndërkaq që ata thonë se nga LSDM në vend të heshtjes, kërkojnë përgjigje të qarta dhe konkrete për opinionin, duke shtuar se e kanë për obligim që të shpjegojnë nëse dhe si Filipçe e ka marrë vizën e artë për në Dubai dhe nëse i duheshin miliona investime për këtë. Nga VMRO thonë se qytetarët meritojnë transparencë dhe shpjegim nëse heshtja është një përpjekje për të fshehur transaksionet financiare të paargumentuara. Po mbyllim këtu këtë edicion lajmeve të ndëruar shikues për të takuar sërish në ora 18:55. Mbeshjet deri atëherë.